Vërshimet nga reshjet e dendura të shiut javë më parë e lam pas 3 familjen Rizvani nga komuna e Obiliqit. Pasi me shpenzimeve tanake që ndruan në një hotel në kryeqytet, familja 8 anëtarësh tash e 2 ditë është vendosur në një banesë me qira në lagjen Muharrem Feyza në Prishtinë. Ndonse tani ka një kol mbi kokë, hall mbetet pagesa e qiras në fund të muajit. Banesa kushton kogja, për neve shumë është trajt, 530 euro mujt, plus ato shpenzimet e nxemjes termokusit 7 euro janë të nejtë të rrymes e të ujit e pej komunës na patën thonë që më largue, na krejt shpenzimet, mëre një vjet i paguim, nuk o problem. Atër kur bisedum tha, që tash i spedi që është me thonë bile një 50% me mujt mi pague. Më kanë thonë që i paguim 3 muj dhe në 6 muj, po nuk po jenë të sigur të dhata. Rizvani thot se mbetet në pritje të një zgjidhjeje të qëndrueshme nga komuna. E lus mas pari kryetarin e komunës të Biliqit, Halil Thaqin, që let e merr këtë rast, me të vërtet seriozisht se gjendja është tena shumë e vështirë, se është problemi a kthyje shtëpinë një shtëpi. Neve nuk na pranoj ke kërkush me mi thonë për 2-3 muj, ose 6 muj. Veç një vjeqare bëj ke kontrata, për ndryshun e s'kisha qare pa i largu familjen. Gjendja e rëndë mbetet edhe në lagjen 28 të fushë Kosovës, ku niveli i ujit ende nuk ka zbritur mjaftueshëm sa për të pasur qasje në disa shtëpi. Familjet në to kanë gjetur strehim tek fqenjt, e disa kanë vazhduar në banesa me qira, në pritje të ndihmës nga komuna. Kjo familja te xhamia jon atje, te xhamia jon se na kena lip ndim kur kush s'ka me na nimu. As kësaj familje as neve. Jo, as qiro, as sen, veç ata jonor, uj ku na ka marrë, ata jonor kanë thonë, gjone vet, na e pagujna. Detaje se kur do nisë të ndihmoj familjet në strehim të përkohshëm nuk ka dhënë komuna Obiliqit, duke theksuar se aplikimi për familjet e prekura nga vërshimet mbetet i hapur. Dhe se pas skanimit të përgjithshëm të gjendjes, komuna do vendos për hapat e mëtejshëm. Në komunën e Obiliqit, të prekura nga vërshimet janë 4 familje, njërës prej së cilave i është ofruar strehim nga komuna. Përgjigje të po të njëjtës natyrë ka dhënë edhe komuna e Fushë Kosovës, e cila ka theksuar se në varësi të kërkesave të paraqitura dhe pas verifikimit të dëmeve nga komisioni, do të ndërmerren hapat e mëtejmë lidhur me buxhetin që do të mbulojë një pjesë të këtyre dëmeve. Në Fushë Kosovë, të evakuara nga shtëpitë e tyre gjatë vërshimeve kanë qenë 12 familje.